Përshëndetje të gjithëve dhe mirë se erdhët në kuzhinën e Rajanës. Sot për ju kam sjell një recetë që mund ta përgatisni për drekë ose për darkë, të cilën ne e quajmë mish fiçi me lëng. Procedura e përgatitjes së kësaj recete do ta shikoni edhe vetë që është shumë e thjeshtë, ju duhen fare pak përbërës dhe në fund fare do të përftoni një drekë shumë të shijshme. Është një ndër ato receta tipike shqiptare që ne e përgatisim gjithmonë kur nuk kemi kohë, por këtë recetë përveç se mund ta përgatisni për familjen tuaj, mund ta përgatisni edhe sa herë që në shtëpinë tuaj keni mysafir, pasi me të vërtetë që do të kënaqeni me shijen e mirë që kjo gjellë ka. Tani le të nisim pa humbur kohë me përgatitjen e recetës. Në një tigan ose në një tenxhere do të shtojmë në fillim një lugë gjelle me gjalp. Dhe kur gjalpi shkrin, në tenxhere do të shtojmë gjithashtu edhe mishin e viçit. Në këtë rast, unë kam përdorur mish viçi, por ju mund të përdorni edhe mish tjetër nëse keni dëshirë. Mishin fillimisht e kam prerë në copa të vogla, gjithsesi jeni të lirë që mishin ta prisni në format që dëshironi dhe sipas madhësisë që doni. Dhe fillojmë ta kaurdisim mishin nga të gjitha anët për të paktën 2 ose 3 minuta, derisa të shikoni që mishi ka lëshuar lëngun e vet në tenxhere dhe ka filluar të ndryshojë ngjyrë. Në këtë pikë në tenxhere do të shtojmë edhe 2 thelpinj hudhre të prerë imët dhe vazhdojmë të kaurdisim mishin së bashku me hudhrat dhe më pas do të shtojmë në tenxhere edhe 2 kokra qep të grira imët. Nëse jeni më shumë antarë në familje, atëherë sigurisht që do të shtoni më shumë përbërës, në varësi edhe se sa antar keni në familjen tuaj. Edhe më pas fillojmë të kaurdisim qepën së bashku me mishin, derisa të shikoni që qepa do të fillojë të zbutet. Këtë recetë e përgatisim në zjarr mesatar në mënyrë që qepa të mos na digjet, sepse nëse e përgatisni në zjarr shumë të lartë, qepa do të digjet dhe në këtë rast qepa na duhet vetëm që të zbutet, por pa ndryshuar ngjyrë. Kur ju mendoni që qepa është zbutur aq sa duhet, tani në tenxhere do të shtojmë edhe një lugë gjelle me miell. Miellin e shtojmë pasi në këtë rast na duhet për trashjen e lëngut të gjellës. Dhe ndërkohë që qepa gatuhet së bashku me mishin, ne do të shtojmë në tenxhere edhe erëzat. Për këtë recetë mund të përdorni çfarëdo lloj erëzash që keni dëshirë. Unë po ju tregoj erëzat që kam përdorur unë në këtë video. Në fillim kam shtuar në tenxhere 2 gjethe dafine, më pas kam shtuar pak piper të kuq dhe pak piper të bardhë. Gjithashtu mos harroni të shtoni edhe kripën për këtë recetë. Dhe tani tek gjella do të shtojmë edhe 2 lugë gjelle me uthull. Për sasinë e uthullës vendosni vetë se sa do të shtoni në varësi të shijeve që keni. Dhe më pas të gjithë përbërësit i trazojmë mirë së bashku. Dhe në mënyrë që qepa të fillojë të gatuhet dal nga dal, por edhe që të mos na ngjitet në fund të tenxheres, do të shtojmë fare pak ujë në tenxhere dhe të vazhdojmë të trazojmë gjellën. Kur keni arritur në këtë pikë, në tenxhere do të shtojmë edhe një gotë ose një tasë me pure domateje. Ose nëse nuk keni pure domateje të blerë ose të përgatitur vetë në shtëpi, sigurisht mund të përdorni 2 domate të freskëta, të cilat mund t'i qëroni nga lëkura dhe më pas t'ia shtoni gjellës. Më pas e trazojmë mirë gjellën edhe do t'i shtojmë edhe ujin. Do t'i shtojmë rreth 2 gota me ujë në fillim dhe më pas gjellën do ta lëmë që të zjejë. I vendosim dhe kapakun dhe e lëmë që të gatuhet në zjarr mesatar. Nëse gjatë kohës që gjella zjen, do të vini re që lëngu është trashur, por mishi nuk është zier ashtu siç duhet, atëherë mund t'i shtoni gjellës edhe pak ujë tjetër, derisa ju të mendoni që gjella ka zier mjaftueshëm dhe mishi ka zier ashtu siç duhet. Dhe në fund fare, kur çdo gjë është gati, pra edhe mishi ka zier aq sa duhet, por edhe lëngu i gjellës është trashur, tani gjellën e kemi gati për ta hequr nga zjarri. Ju jeni të lirë që në fund fare po të doni mund t'i shtoni pak rigon ose pak nenexhik, varet nga dëshira që keni ju, ose mund t'i shtoni pak majdanos të freskët.
Edhe më pas nuk na ngele gjë tjetër veç se gjellën ta servirim për familjen tonë. Unë në këtë video ju kam treguar 2 mënyra se si e servir këtë gjellë zakonisht, ose e servir në formën më të thjeshtë, pra kështu siç është, ose e servir gjithashtu edhe me pilaf. Por ju jeni të lirë ta servirni sipas dëshirës suaj. E rëndësishme është që kjo gjellë, siç e pat edhe vetë, përgatitet fare kollaj, me shumë pak përbërës, dhe në fund fare gjella del shumë e shijshme. Siç e keni vënë re, unë përpiqem që në të gjitha videot e mia t'ju sjell receta të thjeshta që ju mund t'i përgatisni fare kollaj në shtëpinë tuaj. Mundohem që të përdor sa më pak përbërës, ato përbërës që të gjithë i kemi në familjet tona. Prandaj, nëse këto receta ju pëlqejnë, mos hezitoni t'u jepni atyre një like, si dhe t'i shpërndani me miqtë e familjarët tuaj në rrjetet sociale. Gjithashtu, mos nguroni të abononi në kanalin tim, si dhe të shtypni zilën e vogël anash kanalit, në mënyrë që të njoftoheni sa herë në kanal postohen recetat e reja. Ju falenderoj të gjithëve që më ndoqët edhe në videon e sotshme. Bashkë do të dëgjohemi sërish në videon e radhës. Deri atëherë, Zoti ju bekatoft të gjithëve.